Ndjesia e haxhiut është ndjesia më e lartë që mund të përjetojë një besimtar në jetën e kësaj bote. Nëse haxhi është edhe shtylla më e lartë e Islamit, sikur që ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndjesia e haxhiut është nevojë gostia e Zotit xhel xhelalu që ja bën robët e tij besimtarë që ka besuar Zotin te bareke ve teala. Andaj ndjesia e haxhiut është nëse i lejohet ta viziton shtëpinë e Zotit, të bën rrotullimet tawafit të shtëpisë së Zotit te bareke ve teala, të bën sa'in në të cilin e kujton gjithë historikun e pejgamberëve, gjithë historikun e Ibrahimit alayhis salam, kujton sakrificat e pejgamberit tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj besimtari këtu ka një lloj përzierje emocionesh të cilat nuk mund t'i shprehë ndoshta edhe me gjuhë, i përjeton në zemrën dhe shpirtin e tij. Andaj vizitori edhe ai i cili e viziton shtëpinë e Zotit te bareke ve teala ka një ndjesi të përsosur, ka një ndjesi shumë të lartë që Allahu subhanahu wa taala e begaton me ta e lutim Zotin e Madh xhel xelalu që Allahu në këtë ditë të mëdha, në këtë ditë të madhe të Arafatit, ku pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë nuk ka lutje më të madhe se sa lutja në ditën e Arafatit. Prandaj fjala më e mirë që kanë thënë të gjithë pejgamberët në Arafat ka qenë la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Andaj lutim Zotin e Madh xhel xelalu që adhurimet tona t'i bën qabul, lutjet tona t'i bën qabul. Në mundson që haxhi jon të jetë i pranuar, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, një haxh i pranuar, pra me pa të meta, pa njolla, domethënë se shpërblimi i tij nuk është